Почитувани сограѓани, јас, доктор Самир Јускос, ја преземам политичката одговорност да го представувам мојот народ и движењето Беса во Советот на општина Струмен. Лабуништа и околните населби поради неостварените ветени проекти од претходните власти се значајно уназадени. Проблемот се каменоломите, депониите, недостатокот на вода за пиење, урбанистичкиот хаос, с многу други проблеми со мене и идниот градоначалник Лавдри Елмази ќе станат минат. Самир, me gjithë potencialin tim politik, do të ndihmoj në betejën tonë të përbashkët që kjo zonë të bëhet një vend më i mirë për të jetuar. Përveç kësaj, ne do të realizojmë projekte të rëndësishme zhvillimore. Kemi gati projektin për zhvillimin e turizmit malor, projektin për shkollën e Llambunishtes, si dhe projektin me kënd lojash për çdo vendbanor, të cilat dukshëm do të përmirësojnë standardin jetësor të banorëve përreth, si Llambunishtë, Oktis, Podgorcë, Borovec. Sepse ju, bashkë qytetarët e mi, e meritoni këtë. Për një jetë të re.